Agim Veliu nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka reaguar pas rezultateve të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, duke kërkuar reflektim të thellë dhe veprime konkrete brenda partisë. Në postimin e tij Veliu e cilëson rezultatin e zgjedhjeve si një sinjal të qartë që nuk mund dhe nuk duhet anashkalohet dhe e sheh atë si një mesazh nga qytetarët që kërkon reflektim të thellë nga drejtuesit e LDK-s. Ai thekson se humbjet e rënda nuk duhen relativizuar apo kaluar me heshtje, duke shtuar se dorëheqja nuk është dobësi, por akt force dhe pjekurie politike. Sipas tij, përgjegjësia është parakushti për besimin në demokraci. Të dashur antar, simpatizant dhe qytetar, rezultati i zgjedhjeve të 28 dhjetorit për LDK-n është një sinjal i qartë që nuk mund dhe nuk duhet anashkalohet. Ky është një mesazh nga qytetarët dhe mesazhet e tilla kërkojnë reflektim të thellë dhe përgjegjësi politike. Si kontribues i LDK-s, unë ndjej obligimin moral dhe politik të them se humbjet e rënda nuk mund të relativizohen as të kalohen me heshtje. Në demokraci përgjegjësia është parakusht për besim, ndërsa dorëheqja nuk është dobësi por akt force dhe pjekurie politike. Prandaj dera është e hapur. LDK-ja sot nuk ka nevojë për justifikime në studio televizive, por për analizë të menjëhershme të shkaqeve të humbjes, hapje të brendshme dhe demokraci funksionale, dhe për një proces të ri zgjedhor në të gjitha nivelet që i jep shpresë antarësisë dhe elektoratit. Vetëm duke hapur rrugë për ndryshim, mund të rikthejmë besimin e humbur dhe të përgatitemi për sfidat që vijnë. Koha kërkon vendime të guximshme, jo mbrojtje asaj që nuk mbrohet, jo mbajtje të status quo-s. LDK-si duhen fitues në ekipin e saj e jo kandidat të përhershëm. Zoti e bekoft LDK-n, shkruan Veliu.